Dubai as në Fëdjun. Shumë të mirë. Pa i ka disa tani, më duket i tretë. Qoftë se zgabojmë, Drago është, aktualisht është ke projekti i tretë, edhe po një shtëpi gjithmonë më restauruar, gjithmonë më lezetshëm, gjithmonë më bukur etj. Modele fantastik. Në Vlorë aktualisht, nëse më lejon, po dush, lejohet përmend Marina Bay, i cili i përket një game, le të themi, tjetër konsumatori, edhe që është shumë i rëndësishëm, flitet kaq shumë për këtë vizitorin elitar. Në këtë rast do t'i qasem me vizitorit elitar për asaj që i përket financës, okay? Se elitar mund t'jesh edhe pa harxuar shumë para, po duke sjell që ti nuk sjell në Shqipëri para, po ti sjell një trend. Edhe ke plot pedagog, profesor që janë më modest ke pjesa financiare, po që janë shumë të rëndësishëm ke pjesa e influencës që ata mund sjellin në audienca të rëndësishme perëndimore. Marina Bay, për atë që më takon mua, aktualisht është, le themi, një hotel luksi në standarde shumë të mira, me një ekip që punon fort, që sjell një mikpritje moderne, një logjistik moderne, një pozicion fantastik, edhe nuk e shoh këtë, edhe ndërtimin e logjistikave të kësaj natyre dhe të këtij kalibri, nuk e shoh me mosbesim apo me këtë që dëgjoj se këta pushtuan vendin etj. Këta bëhen bazë për të sjell këtë vizitorin që shpesh mund të jetë Ivanka Trump, që nëse zgabohem në 2 vizitat e saj të fundit ka ndet te ky hotel. Aty ka ndenjur Ivanka Trump te Marina. Nëse zgabohem, mua kështu më rezulton. Kjo nuk është e parëndësishme. Ivanka Trump na pëlqen, s'na pëlqen etj. Është influencere shumë e rëndësishme globalisht dhe ne kemi interes që kur ja hapim derën Ivanka Trumpit, ta trajtojmë me dignitetin, me kalibrin që duhet për Ivanka Trump. Unë ndjeva kur u bë Marina, ndjeva që Vlora më në fund u bë destinacion. Se Vlora nuk ishte dot. Vlora i kishte të gjitha, po njerëzit vinin dhe iknin në dërmi. Marina i mbajti. Kështu që unë gjithashtu uroj që Marina ta mbaj fort atë vendin mirë, edhe të mund të zgjerohet. A më lejon edhe një tjetër në Vlorë? Patjetër. Kërkoj shumë falje. Patjetër. Hotel Picasso në Radhim. Ja, se di. Hotel Picasso në Radhim është pronë e një zotërie dhe një zonje që janë nga Vlora, që janë arkitekt, po. Janë në lart apo në Radhim? Janë në Radhim poshtë, në vijën e parë, mes plazhit i ndan rruga, edhe shive që kanë bërë këto, domethënë një familje mrekullueshme me baba dhe birë arkitekt, me një mama shumë të angazhuar në kauzan mjedisore, sociale etj. Kanë imigruar në Kanada dhe janë rikthyer mbas shumë vitesh, edhe kjo është familja Stefa. Po, që i mbaj mend reaguan shumë për Tesin dhe sa mirë bën. Eksakt, ato ishin pjesë e kësaj. Edhe ja se çka kanë bërë ata, në vend që një pjesë të madhe të logjistikës hoteliere ta bënin dhoma, ata kanë bërë një galeri arti. Edhe mua pëlqejnë shumë këto projektet gjysmë të çmendura. Kuptoj që sakrifikojnë financën edhe ti di ku të shkosh, se ti s'di ku të shkosh, sepse nuk mjafton hoteli, hoteleria dhe plazhet e ushqimit. Kështu që më vjen turp që s'pas kam qenë. Po jo se s'mjafton, po e pasuron, domethënë edhe unë mendoj që audienca duhet edukuar se kushdo prind i pasur apo i varfër, i edukuar apo i pa edukuar, do që fëmijët e vet të konsumojnë më shumë art, më shumë histori, më shumë natyrë etj. Kush nuk e do këtë? Kush nuk e do këtë? Nuk mendoj që ekziston, kështu që këto detajet kësaj natyre dhe këto iniciativa janë ato që e bëjnë një komb gjithmonë më të mirë. Kuptohet dhe absolutisht i përshëndes dhe i përqafoj fort. Çfarë mrekullie me këto ushqimet tona. Po tek ushqimet, ku të pëlqen më shumë? Do të thënë, cilat janë vendet ku ndihesh më? Okej, le të trim Vlorë, atëherë me që kemi kështu, le të trim Vlorë, kupton, shife, ka ajo që i përket restoranteve, për atë që i përket larmisë edhe cilësisë shërbimit, unë mendoj që me Tiranën dhe Durrësin nuk është e lehtë që një zonë tjetër të bëjë konkurrencë. Për atë që është traumatike pothuajse në thonjza për një vizitor që vjen nga jashtë, a kuptohesh, kjo zona e Fishtës edhe këto të famshmit që s'po ja përmend më emrin se do thonë ç'a keme këta, edhe shumë mirë që na kanë edhe në Tiranë edhe se ke idenë sa. Vjen në Tiranë shumë tuaj, vjen për shembull? Këtu te projekti i ri, ajo u hap në Krishtlindje, edhe po, aty ka plot huaj, un jam çun lagje aty dhe kaloj gjithkohë etj, jam çun shtëpi gjithashtu me ato, jam shok, edhe po
Po, jam kurioz, as nuk kam dyshim që do kemi kështu nga këto radhat kilometrike fenomenale, tash që fillon sezoni që duhet të shpërthej diku mas pashkve, besoj, edhe patjetër. Pastaj, në qoftë se ti më lejon, më le të kthehem në Vlorë, edhe unë kam pasur rastin në 2 raste që të punoj për media tuaja, ka qenë Arte TV, për shembull, që ka një emision që i thon Cuisine du Terroir, erdhi kjo producentja nga Berlini, këta merreshin vetëm ekskluzivisht Arte i kishte i pagon që të bëjnë vetëm këtë emision, që është ushqim, le të themi, kuzhina e tokës. Edhe unë shëtita, po të them, të betohem, Shqipëri si kemi rënë në formë tete rreth e qark dhe i kam tregu aq shumë opsione, shumë të mira etj. Kësaj ngeli mendja te Sofo dhe Dhurata Daupaj nga tragjasi i vjetër, tragjasi i rënuar sipër që ti e njeh, edhe ata janë barinj, Sofo ka qenë bari, brez mbas brezi, ka bërë këtë jetën e famshme etj. Edhe producentes gjermane, aty ngeli mendja. E njëjta gjë më ka ndodhur me Financial Times, me The Guardian, domethënë janë 3-4 raste që mes të tjerash unë i kam tregu shumë gjëra, Sofo dhe Dhurata, për atë mënyrën e jetesës që është kaq afër asaj që i thon i qëndrueshëm, sustainable, a kuptoj që është me çfarë t'jep sezoni, çfarë t'jep toka, çfarë t'jep natyra, Sofo me atë urtësinë, thjeshtësinë, mençurinë e një çfarë të them, a kuptoj, s'di si t'ia vë emrin, po një mrekulli me atë fyllin që ai e luan në fund të një vakti në darkat, me ato kasollet me bazë guri, me dysheme druri dhe me kasht orikumi që ata i ndërtuan në para pak vitesh, ku kam pas edhe unë pak gisht, le të themi, për t'i frymzuar, edhe magji. Ai vendi është magji. Netët, domethënë e këshilloj fort që aty të flihet natën, edhe përveç këtij ushqimit që edhe dhive që rriten të rrethuara me ujq, edhe me natyrë të egër etj, domethënë të bëhet ajo nata aty ku ti në distancë dhe asnjë lloj frige as nga ujku as nga çakalli, këto koret e çakeve që dëgjohen aty në tragjas, kështu, domethënë është gjëja më normale etj. Domethënë ti je në një vend kaq të rehatshëm, ato çarçafët që kërcasin, të bardh bor edhe të pastër akull, njësoj si ti je ke Rogneri apo te Sheratoni apo ku duash ti, edhe këtë domethënë eksperiencën që ti ke me natyrën është e jashtëzakonshme. Se çfarë ata dinë të sjellin, domethënë, se për ushqim këtu ka shumë konkurrencë. Shqipëria është, mua më rezulton që në këtë pjesë të Adriatikut është kampioni i ushqimit. Përballë kemi këto konkurrentët italian, po këtej unë zgjej konkurrencë të çfarë thon duaj për shembull? Si e gjejnë ushqimin? Surprizë, zakonisht nuk është kaq e njohur kuzhina shqiptare, nuk kemi ashtu si grekët apo italianët në New York edhe në Londër etj që kjo tjetë masive apo në Paris, por absolutisht këto njerëzit charmohen edhe dallohet për një herë, zakonisht është audiencë që konsumon ushqim, që konsumon verë, që është e interesuar ke pjesa autenticitetit etj. Për verën tonë, në eksperiencën time, mua nuk më ka lënë në balt kur verrat e Beratit, po dush ti përmend emra, po patjetër, nuk kemi fare problem. Ky ne jemi super. Atëre, verrat e Çobos mua kur nuk kanë lënë në balt, e kanë kaluar provimin edhe biles me 10 edhe lavdërime, e bardha e Beratit e Çobos për shembull gjithmonë ka qenë surprizë. Nuk jamon në një specialist i madh vere, më shumë prej punës që më duhet konsumoj etj. E bardha e Beratit godet fort, që nëse zgabohem bëhet me këtë rushin pulës. Patjetër këto verrat e Kallmetit, unë pardje isha në Gjenevë, edhe shkuam aty afër në një nga ato marketet e qendrës së Gjenevës luksoze etj. Dhe isha shumë i lumtur që të shoh kallmetet. Ishte kallmeti? Kallmetet e arbrit që shiten në Gjenevë etj. Këto e kanë kaluar gjithmonë shumë mirë. Këto të mrizit, kallmeti si zonë edhe si rrush autokton gjithmonë ka kaluar shumë mirë. Edhe absolutisht, po verat shqiptare, o hotelier dhe restorator shqiptar, nëse doni të punoni me një audiencë tuaj, ju lutem shumë përqendrohuni ke vera shqiptare, ke bira shqiptare. Gjithashtu e njëjta gjë vlen edhe për birat shqiptare, Korça, Tirana. Pastaj këto birat e reja që kanë dalë, që janë artizanale, Pani, për shembull, Pani kalon shumë mirë. Ç'ka bira? Është një birë e re, ju e keni këtu fqinj me studiot, kanë edhe, domethënë është një projekt që po ngrihet, janë 4-5 zotrinj
që kanë bërë dhe ata puzzle-in e vetë dhe se cili sjell atë know-how-n e vetë të ky projekt, edhe është një birë e re shqiptare me 4-5 le të themi zgjedhje që vjen zakonisht në shishe, edhe që është një birë që e kalon shumë mirë provimin, bira e gjyshit, kërkoj falje që si përmend gjithë, po absolutisht po, Ukën e famshëm, më lejo të rikthehem ke verat, absolutisht gjithmonë me Ukën kemi kalu shumë mirë.